Po, problemi është që vetë pyetja është grack. Unë mendoj që është në momentin që e pranojmë pyetjen, edhe bëjmë përpjekje me dhënë përgjigje, në një farë forme ne kemi ra një farë lloj gracke. Edhe në realitet shumë pak popull në botë e shtrojnë këtë pyetje, sepse në mentalitetin e shumë kombeve, domethënë është pyetje, si më thon, e pa kuptim, edhe është pyetje në kuptimin psikologjik që të ngushton, domethënë kur don me cita i ngras ti ofron dy variante ja këto. Domethënë është pyetje edhe në kuptimin psikologjik është kur ai don, domethënë qëllimisht me të shti me gabu ty. Edhe domethënë pyetja është jo harmonizim mes kombit me fesë, jo si qëndron kombi dhe feja, pyetjet të cilat janë të natyrshme dhe mundën me i zhvillu pa si problem. Po në momentin kur thosha kombi e feja, domethënë ti duhet me zgjedh njërin dhe s'mosh me dyat. Domethënë kjo gracka, dhe në momentin që ti fillon me dhënë përgjigje, ti thash, nëse anan ka orientimi fetar, i dhënon këta që kanë orientim kombëtar, nëse jep orientim kombëtar, i dhënon këta që janë me orientim fetar. Edhe shpesh e keni vrejt njerëzit që domethënë dojnë mos me lëndu asnjën në palë, e gjojnë një farë lloj mesi. Domethënë tradicionalisht fetarët kanë anu që kanë qenë më shumë fetar ka feja, tjetër që kanë qenë më shumë kombëtar kanë anu ka pjesa kombëtare. Domethënë në realitet kjo pyetje e ka provoku një histori të ndritshme të kombit tonë, që fejen edhe kombin edhe kulturën i ka harmonizu në mënyrën më të mirë, dhe për këto është fakt historia. Edhe tash rrët pyetja, pse duhet me sfidu në një detaj që kombi s'ka pas problem. Kjo pyetje kish mujt mushtru vetëm një rast, nëse ato gjojnë konflikt, nëse ato thjesht e dëmtojnë një tjetrën, dhe se më thonë bëhen problem për vendin. Për ndryshe, nëse kemi të bëjmë me individ, nga të dy taborët ose grupet, atëherë është mirë të merrem me individ saktuar, po jo të kthehemi prapë në atë pyetjen që po thamë edhe një herë është pyetje grazë të horizontit, s'është pyetje shtruar për të dhënë përgjigje ose për të kërkuar një farë konkluzioni të mirëfillt. Është pyetje për të nxjerrë njerëzit në siklet. Është pyetje për t'i ndarë njerëzit, është pyetje për t'i rreshtuar njerëzit nga një anë ose nga ana tjetër. E vërtet, pak më parë thash që po e ushqejmë, si më thanë, opinionin me shembuj të këqij, edhe mirë po është fenomen i njohur i riciklimit kësaj teme her pas here, dhe vjen në momente të caktuara. Po sidomos kohëve të fundit, ditëve të fundit, muajve të fundit, ndoshta më saktë të themi kështu, është intensifikuar me një të ashtu quajtur lëvizje e deshanit, e cila po provon ta manifestoj këtë farë lloj veprimtarinë e vet, me një nacionalizëm për mendimin tëm krejt të kopjuar nga fshinjtë tanë. Në mënyra që nëse ata kanë një fe që i identifikon edhe me aspektin nacional, kombëtar, pse nuk duhet ta kemi edhe ne një fe të tillë.